E kemi nisur me 320 euro. 320 euro pagën mesatare në Shqipëri, sot e kemi 912 euro. E kemi nisur me dikute 360 pagën mesatare në sektori publik, sot e kemi 1080 euro. Është mjaft, jo më nuk është mjaft. Pa tjetër nuk është mjaft, duhet rritur. Pa tjetër pensionet, me gjithë se kemi bërë për pensionet skemën dhe dihet që do rriten. Pa tjetër më spitalet, po, pa tjetër. Sigurisht edhe të gjitha tjera. Po si do rriten është pyetja? Në qoftë se ti thua nuk i du të hujt, tikin. Nuk i du oligarkë, s'ka Shqipëria, po e zem, nuk i du këta, tikin. Nuk t'ju du me dhe juve, ikni. Dhe do t'a marim ne, blogerat, influencerat, lapaqorat, qoralapat dhe flamingot, si do rriten rrogat? Si do rriten rrogat? Se dëgjova njërën që thoshte, jam shumë e shqetësuar, kjo është e tmerrshme. Kjo është shumë e tmerrshme. Dhe jeta është bërë shumë e vështirë. Po mirë thaj, ti tha si ke të ardhur? Unë tha 20.000 euro, tha, normalisht tha 20.000 euro, tha, nuk paguaj qera, tha, nuk paguaj drita ujë, tha, se mi paguani dashuri, tha, unë tha, marr 20.000 euro, tha, udhtoj, tha, po, kur vi në Shqipëri, tha, është e tmerrshme. Jo, nuk jetohet kështu. Shikoj një, çajta. Po si do